Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 15 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacion në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1389. Betejë e Kosovës 1945. Përtëritje të SPD në Berlin 2008. Hyrje në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës. Lindje 1843. Lindi Edvard Grieg, kompozitor norvegjez. 1861. Lindi Spiro Zega, patriot I rilindjes dhe pioner I pikturës shqiptare. 1919. Lindi Alberto Sordi, aktor italian. 1933. Lindi Sergio Endrigo, kantautor italian. 1946. Lindi Demis Roussos, këngëtar grek. 1953. Lindi Meri Cetinic, këngëtare kroate. 1953. Lindi Xi Jinping, politikan kinez. 1954. Lindi Jim Belushi, aktor dhe këngëtar shqiptaro-amerikan. 1963. Lindi Helen Hunt, aktore amerikane. 1964. Lindi Michael Laudrup, futbollist danez. 1979. Lindi Mehedin Pergjecaj, meda këngëtar kosovar. Vdekje 1849. Vdiq James Knov Polk, politikan amerikan, kryetar I 11 SBA-ve. 1915. Vdiq Jusif Bageri, poet dhe publicist shqiptar. 1938. Vdiq Ernest Ludwig Kitchener, piktor gjerman. 2010. Vdiq Bekim Femiu, aktor shqiptar me famë botërore. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Adolf Windaus, I cili ishte një mjek dhe një kimist mjaft I njohur. Adolf Windaus ka lindur në Berlin më 25 dhjetor të vitit 1876, pasi ndoqi shkollën e gramatikës franceze në Berlin, ku interesat e tij ishin të fokusuara kryesisht në letërsi. Ai filloi mjekësi në vitin 1895 në Freiburg dhe në Berlin, duke kaluar ekzaminimet parapraka mjekësore në vitin 1897. Ai kishte qenë vetënërisht I marrëgjepsur nga Emil Fischers leksionet gjatë qëndrimit të tij në Berlin dhe si pasojë ai filloi të studiojë kimi në Freiburg, duke vazhduar njëkohësisht studimet për mjekësi. Në dimrin e vitit 1899 deri në vitin 1900, ai mori diplomë subjekti tezës së tij që trajton helmet kardiake të bimës Digitales. Windaus gjithashtu zgjodhi zoologjin si lëndën e tij ndihmëse për shkak të përshtypjes së thellë të leksionet e Weissmannit I kishin bërë atij në Freiburg. Pas diplomimit, Windaus u transferua në Berlin për të puluar me Emil Fischer. Aty takua me Arthur Diels, me të cilin lidhi një miqësi të përjetshme. Ai u rikthye në Freiburg në vitin 1901 dhe me sugjerimin e Kilianit filloi punën e tij mbi kolesterolin dhe sterolet e lidhura me to. Vendimi I Windaus për të studiuar këtë substanca bazohej në faktin se asgjë nuk dihej për strukturën e kolesterolit në ato kohë dhe ai priste që hetimet në këtë fushë të jepnin rezultate të reja. Që në fillim ai besonte me të drejtë se sterolet, të cilat gjenden në çdo qelizë, duhet të konsiderohen si substanca mëm të grupeve të tjera të substancave natyrore. Bazuar në këtë vepër, të titulluar shkurtimisht mbi kolesterolin, Windaus habilituar si lektor në vitin 1903. Ndërkohë, në vitin 1919,
ai arriti të transformoj kolesterolin në acid kolenik, i cili më parë ishte izoluar nga acidet bilare. Windows tregoi gjithashtu se acidet bilare janë të lidhura ngushtë me sterolet. Një fushë tjetër e pasur e lumtimit nga pikpamja biologjike ishte ajo e derivateve të imidazolit. Kjo punë e kryer në bashkëpunim me Knoop rezultoi se përpjekja e tij për të përgatitur aminoacide natyrale nëpërmjet veprimit të amoniakut në sheqer dhe në këtë mënyrë për të vendosur shndrimin e sheqerit në proteina. Prodhimi i derivateve të imidazolit si rezultat i këtij reagimi e shtyua të demonstronte praninë e një prototipi të unazës imadazolit në proteina. Kjo nga ana e tij çoi në demonstrimin e tij si histidina, një gur ndërtimi i proteinave. Si ekspert kryesor i steroleve, ai u ftua në vitin 1925 nga fiziologu amerikan Alfred Hess për të ardhur në New York për të bashkëpunuar në studimin e vitaminës antikatarektike. Ishte gjithashtu interesi i tij për derivatet e imidazolit që shtyua të ekzaminonte strukturën e vitaminës, duke bashkëpunuar me Farnsworth Industry, e cila furnizoi lëndën e parë të çmuar për punën. Ai ishte në gjendje të provonte se jo një unaz imadizoli, siç sugjerohet nga Jensen dhe Donald, por një unaz tiazole dhe një piramidine janë të pranishme në vitaminën B1. Ai gjithashtu në vitin 1906 u emërua asistent profesor dhe profesor i kimisë mjekësore të aplikuar në Universitetin e Innsbruck, ku qëndroi për 2 vite. Më pas, në vitin 1915, ai u transferua në Göttingen si profesor i kimisë, duke pasuar Otto Wallach, ku qëndroi deri në pensionimin e tij në vitin 1944 si drejtor i laboratorit për kiminë e përgjithshme. Ai mori çmimin Nobel në kimi në vitin 1928 për shkak të punës së tij në përbërjen e steroleve dhe lidhjes së tyre me vitaminat. Ai u martua me Elizabeth Rousseau në vitin 1915. Nga martesa, ai pati 3 fëmijë dhe ndëroi jetë më 9 qershor të vitit 1959. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolion e vlerave ushqyese të lulelakrës. Lulelakra përmban mjaft vlera ushqyese, vitamina dhe proteina, gjithashtu dhe mjaft minerale. Ajo është e pasur në vlera të larta ushqyese. Është e pasur me fibra dhe ndihmon në humbjen në peshë. Studimet kanë treguar se në dietë e pasur me fibra promovon shëndetin e përgjithshëm. Ajo përmban vitamin C, vitamin K, vitamin B6, folate, acid pantotenik, potasium, mangan, magnez dhe fosfor. Përfitimet shëndetësore nga lulelakra. Konsumimi i lulelakrës mund të rrisë sasinë e kolinës në organizëm, e cila shfaqet si mungesë tek shumica e njerëzve. Kolina e mbron membrana qelizore, mbështet metabolizmin dhe sintezën e ADN-s, gjithashtu e promovon shëndetin e trurit, sistemin nervor të shëndetshëm, si dhe të gjithë lipidet e shëndetshme të gjakut dhe shëndetin kardiovaskular. Lulelakra gjithashtu është e pasur me sulfur, përbërës ky, i cili mund të promovojë shëndetin e zemrës dhe të lëkurës, përmirëson shëndetin e zolve. Nëntimet kanë treguar se sulfuri mund të mbështesë shtypjen e shëndetshme të gjakut dhe nivelet e sheqerit në gjak brenda suazave normale. Lulelakra gjithashtu mund t'ju ndihmojë nëse keni nevojë për vitamin C, pasi ka përmbajtje të lartë të përbërësve që e forcojnë sistemin imunitar. Gjithashtu promovon dhe absorbimin e hekurit në gjak, i cili ndihmon në numrin e hemoglobinës në organizëm. Vitamina C gjithashtu mund të ndihmojë dhe shëndetin e syve. Nëse keni për qëllim humbje në peshë, gjithashtu mund të përfshini lulelakrën në dietën tuaj, pasi përmban mjaft fibra dhe ujë. Lulelakra gjithashtu ndihmon të ndiheni të ngopur, gjë e cila ndihmon në zvoglimin e kalorive që mund të merrni gjatë ditës. Unë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve degenerative të trupit.
Një studim i vitit 2011 i botuar tek një revistë tregon se ushqimet e pasura me vitaminë E, si lule lakra, ndihmojnë për të ulur rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve neurodegenerative, si Alzheimeri ose Parkinsoni. Dozat e larta të ushqimeve të pasura me vitaminë E mund të ulejnë konsiderueshëm rrezikun e demencës dhe Parkinsonin, thonë ulëmtuesit shkencor. Zhbllokon arterjet. Një studim i vitit 2009 tregon se konsumimi i lulelakrës mund të mbrojë pjesën e brendshme të arterjeve. Ulëmtuesit shkencor kanë zbuluar se një proteinë është pasive tek disa pjesë të arterjeve, duke i cënuar nga sëmundje të ndryshme. Duke konsumuar lulelakër, ju pastroni njëkohësisht arterjet dhe ulni rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 15 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm dhe i nxehtë, me dominim të kthjellimeve në pjesën më të madhe të territorit. Her pas here do të ketë kalime të pakta vranësirash në zonat malore lindore, por pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë vendin, ndërsa gjatë pasdites do të ketë vetëm vranësira të lehta kalimtare në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Diti do të ketë dallëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 20 deri në 33 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 30 gradë. Peshkopi, 15 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë, 20 deri në 32 gradë. Durrës, 21 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj, 20 deri në 31 gradë. Elbasan, 19 deri në 33 gradë Celsius. Berat, 20 deri në 34 gradë Celsius. Korç, 15 deri në 28 gradë Celsius. Vlorë, 21 deri në 31 gradë. Gjirokastër, 16 deri në 30 gradë. Sarandë, 21 deri në 31 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 15 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot pjesërisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Në zona të izoluara gjatë orëve të pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afatshkurtra shiu, kryesisht në relievet malore. Paraditja do të jetë me diell dhe vranësira të pakta kalimtare, ndërsa pasditja sjell shtim të përkohshëm të vranësirave në disa rajone perëndimore dhe veriore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë. Pej, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë,
13 deri në 31 gradë. Gjakov, 14 deri në 32 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Therizaj, 13 deri në 30 gradë. Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionet në vijim të Drita Televizion.